Faleminderit, zoti kryetari i seksionit, i nderuar kryetari i seksionit, të nderuar pjesëmarrës, antar të, nëse ka ndonjë antar të komisionit të antropologjisë prezent. Po pra, është Alberti, më duket se edhe ti, kështu që ju falenderoj për pjesëmarrjen. Në radhë parë duhet të falenderoj Albert Nikollën për këtë iniciativë, sepse kjo është iniciativa nisma e tij për të organizuar një simpozium të tillë, rëndësinë e të cilit e tregon tema vetë dhe do të tregojnë kumtesat tuaja, po kjo është e rëndësishme edhe për përmbajtjen, si të thuash, të Komisionit të Antropologjisë që unë kryesoj dhe që antarët e komisionit përpiqen të promovojnë si disiplinë. Ky simpozium me këtë temë kaq interesante ka një vlerë të veçantë për këtë komision, sepse është një në radhë parë, komisioni është i ri, që është e vërteta, dhe është një nga aktivitetet e para të komisionit, dhe prandaj jam shumë i ngazëlluar për këtë aktivitet. Dhe arsyeja e dytë është që qëllimi i komisionit në përgjithësi dhe i këtij simpoziumi është që të tregojë që antropologjia është një disiplinë, një qasje interesante që nuk duhet keq kuptuar me domosdoshmërisht, po të kishte në një nga punojësit e Institutit të Antropologjisë do ta dinte shumë më mirë se sa unë, që antropologjia nuk është thjesht studimi i çudive etnografike apo i tallavave folklorike, por studion dhe jep kontributin e vet edhe për tema interesante si kjo e lëvizjes së 1968-s dhe apo revolucionarizimin e jetës në vendin tonë. Për mendimin tim janë dy gjëra të ndryshme që ndoshta pak me ndërhyrjen time janë bashkuar të dyja, dhe me që kam rastin të kem fjalën, do përpiqem të them dy fjalë për këtë temë, e cila nuk ka qenë ndonjëherë në interesat e mia, veç thjesht po interesova shumë nga ky propozim, po nuk kam punuar ndonjëherë, nuk kam ndonjë ekspertizë të veçantë në këtë temë, thjesht disa konsiderata nga mundësia që jep antropologjia për të studiuar tema të tilla. Tani, edhe unë, në të njëjtën moshë, kemi qenë bashkë dhe në një mënyrë apo në një tjetër i kemi jetuar. Në mos konkretisht në vitin 66 kur filloi revolucionarizimi, se ishim shumë të vegjël në atë kohë, po në vitet 70 ishim pjesëmarrës aktiv në jetën, pjesëmarrës aktiv dhe më shumë pasiv në fakt të jetës që revolucionarizohej në atë kohë. Për mendimin tim, kjo lëvizje revolucionarizuese ishte një reflektim i revolucionit kulturor kinez, që filloi me Mao Tse-dunin duke për të shtypur apo për të shkatruar, siç e quanin ato 4 të vjetrat. Kështu ishte ajo sigla me hieroglife, unë e kam gjetur dhe atë hieroglifen, të shkatrojmë 4 të vjetrat. Ishte parolla e Mao Tse-dunit, me të cilat këtu tek ne u përkthye shumë thjesht, shumë kollaj, të shkatrojmë zakonet prapanike, shfaqjet prapambetëse, më the të thash, gjithçka që ishte konservatore. Dhe një lëvizje e fuqishme për të shkatruar çdo gjë. Filloi në atë kohë. Nuk do flas për këtë, sepse ju me siguri që unë e kam jetuar atë kohë, po të gjithë e njohim këtë kohë. Kjo lëvizje ishte një lëvizje
shumë e madhe që ne në Shqipëri e ndjem në supet tona, si një disa e ndjenë si një ndëshkim, të tjerë e ndjenë si një çlirim, sepse si vetë fjala ishte revolucion, ishte revolucionarizim. Ky lloj revolucionarizimi u përshfaq në të gjithë globin dhe u manifestua në funksion të konteksteve kulturore dhe politike të vendeve të ndryshme, u manifestua në forma të ndryshme. Një nga manifestimet ishte edhe lëvizja e 1968 në Paris, që ishte në mënyrë eksplicite e shprehur qartë, e frymëzuar nga maoizmi apo nga revolucioni kulturor kines. Sigurisht, kushtet në Shqipëri ishin të ngjashme me kushtet e Kinës, sepse ishte partia në pushtet që e zhvillonte këtë lloj revolucioni, ndërsa në Francë ishte lëvizja e masave, siç quhej në atë kohë, që përpiqej të shkatronte konservatorizmin e pushtetit të kohës. Dhe këto dy lloj lëvizjesh, që në dukje duken sikur janë të ndryshme, ishin të frymëzuara nga e njëjta ideologji dhe shfaqnin të njëjtat karakteristika. Ne këtu çrrënjosnim nga rënjët zakonet prapanike. Në Francë, studentët e Sorbonës çrrënjosin nga rënjët pemët e bulevardit Saint-Germain dhe Saint-Michel përpara Sorbonës si shprehje të konservatorizmit të pushtetit, e më the të thash. Aq sa shumë pak zëra u ngritën kundra kësaj lëvizje, sepse lëvizje revolucionare progresiste, po një zë është ngritur në atë kohë, antropologu i famshëm Claude Lévi-Strauss, që thot, po me pemët shpatën. Dhe ju e dini këtë shprehje, po ai e ka thënë tamam kështu. Nuk e di e ka marrë nga filmat tanë apo jo, këtë nuk e di. Ai kemi marrë ne nga ai, po ai e ka thënë, dhe kjo ka ngelur proverbiale dhe sot e kësaj dite përmendet kjo, po me pemët shpatën. Nëse, kjo lëvizje, si që thash, u përqafua nga gjithë globi. Në Amerikën Latine, për shembull, u bashkua bashkë me atë teologjinë çlirimtare, më the të thash, dhe Amerika Latine, siç e perceptonim ne këtu në atë kohë, ishte vendi më revolucionar. Vendet e Amerikës Latine ishin vendet më revolucionare në këtë drejtim. Tani, në çdo vend u manifestua në forma të ndryshme dhe kjo është një, domethënë, thjesht kaq dua të them. Por në çdo vend manifestimi i kësaj ideologjie dhe i kësaj praktike revolucionare u transformua në funksion të kushteve kulturore dhe politike. Dhe pikërisht antropologjia na ndihmon nëpërmjet qasjes transformative të kuptojmë se edhe kur lëvizjet, edhe kur fenomenet të ndryshme duken ndryshe në funksion të kushteve kulturore dhe politike, ato janë në fundit e njëjta gjë, kanë të njëjtën përthamë, të njëjtën. Që ndodhi me ne, sidomos në periudhën kur përjetuam ne dhe filluam ta kuptojmë në vitet 70. Në vitet 70 ndryshon revolucioni, por nuk ndryshon qëllimi. Revolucioni tani kthehet në luftë kundër shfaqjeve liberale, sepse u liberalizuam pak si shumë në këtë kohë. Dhe lufta kundër shfaqjeve liberale ishte pjesë e revolucionit kulturor kines, që i kishte ngelur shumë pak kinezëri, sepse ishte bërë shqiptari, dhe shkatrimi nga rënjët nuk ishte më i grupeve, i zakoneve prapanike, po ishte shkatrimi i grupeve fuqiste, shkatrimi i çdo lloji shfaqje të huaj, më the të tha, pra ishte e njëjta frymë, por përmbajtja kishte ndryshuar. Dhe për shembull, do flitet më duket këtu për
festivalin e 11 apo për lëvizjen e Spaçit. Të them të drejtën, për lëvizjen e Spaçit nuk di çfarë të them, po di vetëm kaq të them që lëvizje revoltuese nga të burgosurit ka pasur dhe do të ketë në çdo lloj regjim. Ndërsa festivali 11 është, për mendimin tim, është shumë pretenduese të thuash që ishte një lëvizje disidente. Ishte një lëvizje natyrshme që u shfrytëzua, për mendimin tim, nga praktika revolucionarizuese e kohës dhe u kthye në një legjendë. Pra, për mendimin tim, duhen kuptuar këto manifestime të ndryshme të revolucionit kulturor kinez si transformime të njëra tjetrës dhe jo si fenomene të ndryshme që kanë dhënë, për shembull, lëvizja në Francë ishte një lëvizje përparimtare, progresive, që gjithë forcat progresiste e kanë përqafuar, ndërkohë që dënojnë atë goditjen e grupeve fuqiste, të zakoneve prapanike në Shqipëri, më the thash. Për mendimin tim, këto janë e njëjta gjë, vetëm kushtet kulturore dhe politike ndryshojnë, dhe në fakt kjo lëvizje, manifestime të tilla vazhdojnë edhe sot. Nuk janë më me karakteristika kineze, por është karakteristika revolucionarizuese që ndron në të gjitha lëvizjet e mëvonshme që kanë kërkuar të çrrënjosin zakonet prapanike, pemët, pushtetin, ato 4 të vjetrat e Mao Zedongit, u shndruan në lloje të ndryshme të vjetrash që duhen luftuar. Për shembull, do kemi këtu një temë për feminizmin, ti e ke, më duket? Për feminizmin. Lëvizja feministe nuk ishte gjë tjetër veç se një lëvizje kundër pikpamjeve, traditave, botkuptimeve patriarkale. Shumë shpejt u kthye në një luftë kundër burrave. Dhe me kalimin e kohës, tani jemi kthyer në një lëvizje progresiste që duan të çrrënjosin me çdo kusht, çdo gjë që ka mbi të cilat vendosen bazat e shoqërisë, duke filluar edhe nga gjinia. E kështu me radhë, nuk dua të zgjatem më shumë, po manifestime të tilla gjenden kudo dhe nuk janë domosdoshmërisht atje ku duket. Për shembull, ka një mendim që, po të flasim, nuk dua të merrem me politikë, se s'jam marr asnjëherë, që Partia Socialiste është trashëgimtare e Partisë së Punës, Partisë Komuniste, më the të thash. Për mendimin tim, kjo lloj partie nuk ka absolutisht asnjë gjë të përbashkët me revolucionin kulturor kinez, apo me Partinë Komuniste, apo me Partinë e Punës. Atë tjera lëvizje që e kanë përqafuar këtë, edhe pse as vetë nuk e kuptojnë. Tashi nuk dua t'i përmend këto se kush mund të jenë këto, po kërkimet në këtë fushë me ndihmën, jo me ndihmën, ndoshta s'është fjala e dur, kërkimet të tilla duke u armatosur me metodën antropologjike që konsiston në jo domosdoshmërisht në ajo është primare, patjetër që të bësh kërkime në terren, ti shohësh, ti pyesësh, ti observosh, më the të thash, po antropologjia është një disiplinë krahasuese, patjetër, po nuk është krahasuese historike siç është për shembull gjuhësia, po është krahasuese hipotetiko-deduktive. Nuk krahason elementet e fenomeneve të ndryshme në situata të ndryshme, por ndërton një model teorik që elaborohet nga të dhënat e një konteksti të caktuar dhe krahason me modele të ngjashme këtë model e krahason me modele të ngjashme pa u marrë me krahasimin e detajeve. Dhe arrin
në përfundimin pak a shumë. Domethënë ky është ajo që këto lloj modelesh nuk janë gjë tjetër, ose nuk janë gjë tjetër, ato janë shumë gjëra të tjera, po veç të tjerash janë edhe mund të konsiderohen si manifestime apo si transformime të njëra tjetrës. Siç ishte për shembull revolucionarizimi, për mendimin tim, revolucionarizimi i jetës sonë në kohën kur ne ishim të rinj dhe lëvizja progresive revolucionare e studentëve në Francë apo në vendet e Amerikës Latine apo feminizmi i hershëm, i mëvonshëm dhe i deri tanishëm nuk është vetëm feminizmi, në fakt ka shumë lëvizje të tjera, për shembull të shkatrojmë nga rrënjët jo vetëm zakonet prapanike dhe pemët, po edhe statujat, edhe historinë të shkatrojmë, çdo gjë të shkatrojmë, sepse është shprehje e një regjimi opresiv edhe më the të thash. Kjo është ajo që do doja të sillja në vëmendje, pse? Edhe pse e bëra në fillim këtë gjë, se mund ta bëja në fund. Po në fund njerëzit ikin dhe nuk i mendojnë më gjërat që janë thënë. Dhe akademia jonë zakonisht përgojohet që nuk merret me diskutime, nuk debaton për çështjet e ndryshme. Kjo që thash ishte një ftesë për debat. Edhe për këtë lloj teme për të cilin unë mblodhem këtu, unë e thash më duket në fillim, nuk jam specialist, nuk kam punuar asnjëherë, po u përpoqja të jap disa mendime si e mendoj unë nga pikpamja metodologjike se si mund të studioj, apo mund të ishte studiuar, apo mund të diskutoj dhe debatoj mbi këtë temë, duke shpresuar që të bëj një debat intelektual akademik dhe jo debat historiko-politik. Tashti unë nuk isha këtu në rolin e moderatorit të kësaj pune, ishe ti, dhe në qoftë se kanë pyetje pjesëmarrësit për këta kumtuesit, do ishte shumë mirë. Në qoftë se s'kan, unë mund të them në një fjalë, po unë ato që kisha për të thënë i thash, mund t'i plotësoj, po prapë të njëjtat gjë do të them. Unë mendoj që ne këtë u përpoqëm të diskutojmë dhe kjo është një pyetje që edhe në qoftë se s'merr përgjigje, diskutimi është për të trajtuar është kështu apo është kështu, ky lloj diskutimi është vlera më e madhe që mund të kemi nxjerrë ne nga kjo, sepse ajo opinioni i fillimit është që sidomos për historian të apasionuar mbas një teme apo mbas një tjetre, është që ne kemi pasur këtë dhe duam ta tregojmë. Ne nuk e kemi pasur këtë dhe prandaj qëllimi i këtij simpoziumi, me që kështu ja vum emrin, është pikërisht të diskutohet për këtë punë dhe kjo pyetje është shtruar që në fillim të organizimit të këtij diskutimi. Domethënë që sepse ekziston një pyetje e këtill, u bë ky simpozium. Tash ideja, pyetja mund të jetë që çfarë u arrit dhe çfarë nuk u arrit, ke konkluzionet e këtij simpoziumi. Kjo është një pyetje që ishte që në fillim, ishte domethënë arsyeja pse ne po bëjmë këtë simpozium, të paktën unë kështu e kam kuptuar. Kështu që pyetje kështu të prera këto lloj gjërash nuk mund të marrin, për mendimin tim. Ky lloj diskutimi po na largon pak nga tema. Ajo çështja e ngritur që në fillim, që me sa duket nuk ka marrë përgjigje, është dhe me që Alberti insistoi, po jap edhe një input tjetër kështu më, sepse për mendimin tim, po pyetja nuk më drejtua mua, po të më drejtoje mua, unë do thosha që për të cilën lëvizje të 68-s e ke fjalën? Çdo më thënë lëvizje 68-s. Se ky është problemi. Unë u mundova të them që kjo lëvizje ishte një impuls i filluar nga Azia dhe jo nga Amerika, që shkojnë në Amerikë, nëpërmjet Francës edhe të tjerëve, e filluar nga Kina, ishte revolucioni kulturor kinez. Dhe ajo që quhet lëvizje progresiste
çlirimtare në Europën e në Amerikë, nuk ishte gjë tjetër veçse transformimi i revolucionit kulturor kines në kushtet e Francës dhe të Europës. Dhe kjo, në Francë të paktën, për aq sa nga përvoja ime, është eksplicite. Është, do me thënë, e thënë qartë nga protagonistët dhe nga gjithë pjesëmarrësit. E para. Pra, dhe kjo lëvizje krijoi edhe ato ideologjit që nuk ishin më të mira se sa ideologjia e Partisë Komuniste këtu tek ne, sepse revolucioni kulturor kines solli ideologjin jo sovjetike, po kineze tek ne dhe solli gjitha ato të këqijat që të dënueshme që ne kemi për të cilat diskutojmë sot. Po e njëjta gjë ndodhi edhe në 68-ën, në atë që ndodhi në Francë për shembull, sepse ajo që zurangoi, ajo shkulja e pemëve nga rrënjët, ishte pjesë e një ideologjie dhe ishte pikërisht kjo lëvizje që krijoi ato ideologji, filloi me post-strukturalizmin. Jo më kot ishte Levi-Strauss ai që tha, po me pemët shpatën. Filloi me post-strukturalizmin, me postmodernizmin dhe dhe pastaj me feminizmin radikal, me ekologjizmin radikal të sotëm e me gjitha të tjerat që i thash. Por, desha të them këtë, të insistoj në këtë pikë, që kjo gjë ishte në Francë në asaj kohe, dhe vazhdon edhe sot, bile, është në mënyrë eksplicite e shprehur shumë qartë që ishte ndikim ideologjik i revolucionit kulturor kines. Aq sa, edhe sot e kësaj dite, ata që kanë përjetuar aty janë akoma maoist dhe krenohen me këtë gjë. Bile, t'ju tregoj edhe një anekdot, nuk e di se sa kolegë francez që më kanë thënë, tha, ne në kohë të shkuara, tha, ne dëgjonim Radio Tiranën, tha, ishte vetmja radio nga e cila merrnin frymëzim, sepse atje shpreh maoizmi, se ne kemi qenë të gjithë maoista. Edhe ata kujtonim, ne që unë isha shqiptar, duhet isha dhe unë maoist si ata. Edhe çfarë t'ju thosha unë? Thash, ashtu është, po të dini një gjë, ju thosha, kot për të mburur. Flisja unë ke Radio Tirana, gjë që ishte e vërtet në fakt. Mua më dëgjonin bashkë me Merita Saukun nga Sauku Brocin nga Instituti Gjusis, ishim ne të dy speaker dhe na dëgjonin. Bile, edhe një nga antropologët më të shquar të sotëm, Philippe Descola, më ka thënë këtë gjë, që është antropologu më i shquar. Po pikërisht, kjo nuk është rastësi, pikërisht, ky njeri është i lidhur sot, si antropolog, pavarësisht se është i shquar, është i lidhur sot me lëvizjet ekologjiste radikale. Aq sa ka hyrë në dosjet e sigurimit francez si bashkëpunëtor me organizata terroriste. Se këto dosjet bëhen në të gjitha regjimet, edhe nuk kanë mbaruar në 91-shin, ato vazhdojnë edhe sot. Një, e dyta, për këto dosjet, më pëlqeu shumë ajo fakti social total që gënjeshtra na karakterizon. Edhe dha dhe Enika një shembull të sotëm, nuk jam i sigurt për këtë, po thjesht më pëlqeu. Tani, thjesht po e shtroj si pyetje këtë, jo si kështu. Ju keni bërë një punë të shkëlqyer duke rrëmuar këto arkiva, dosjet, e më the thash. Unë nuk jam specialist i arkivave, sepse nuk jam historian. Po ju citoj thënien e një historiane nga më të shquarat në botë. Ka vdekur para një viti, Natalie Zemon Davis, nëse ja keni dëgjuar emrin, një nga historianet më të mira që njeh bota. Ne historianët punojmë me arkivat, po të parën gjë që zbulojmë, ne mundohemi të bëjmë atë që bëjmë, po të parën gjë që zbulojmë në arkiva është që arkivat janë të mbushura me budalliqe. Kështu që
Jo, mund të ketë shumë dosje, problemi është që si shoshiten këto lloj dosjesh. Sepse ai Feqorsheu, ne e njohim shumë mirë se kush ishte Feqorsheu. Po dhe ai si ne ishte. Edhe pse ai nuk dinte të gënjente? Nuk dinte të gënjente ai, për shembull, nuk po them se ai ka gënjur. Por vështrimi kritik ndaj qasja kritike ndaj çdo lloj gjëje është e para që karakterizon, nuk do thosha antropologun se do t'i bëja qefin vetes, po intelektuali. Dhe historianët e harrojnë shpesh këtë punë. Shpresoj të mos ta harroni ju të autoritetit të dosjeve. Sepse, jo, edhe një gjë doja të shtoja. Sepse unë ngrit këtu me të madhe që liberalizmi u shfaq në Spaç, u shfaq në festivalin e 11 dhe unë shpreha rezervat e mia në atë kohë. Unë e kam jetuar atë kohë. Kam jetuar tamam. Kam qenë çun i ri në atë kohë dhe po të shikosh fotografitë e mia në atë kohë, kam qenë me flok në atë kohë. E merrni me isha Broadway, shkoja në Bodrum, mbylleshim në Bodrum me shok e shoqe dhe i bënim të gjitha ato për të cilat mund të dënoheshin. Në mënyrë pa diskutueshme. Ma mendoj që edhe ju keni qenë të rinj përpara. Në qoftë se s'ka të rinj këtu. Ka një të rinj që nuk bën budalliqe të këtilla? Unë po shkoj 70 vjet edhe akoma e kam mendjen të bëj budalliqe të këtilla. Kështu që është domethënë por nuk jam specialist e asaj pune dhe nuk e vën në diskutim punën tuaj. Por unë i trajtoj fenomenet si normalisht një njeri i zakonshëm çfarë do të bënte në atë kohë. Dhe pikërisht në atë kohë liberalizmi ishte gjëja më normale. Por një gjë që ne historianët e kanë vënë re, jo unë, që revolucioni kulturor kinez, mënyra se si u transmetua dhe u aplikua në Shqipëri, ishte i tillë që e kishte të nevojshme të fabrikonte armiq, të fabrikonte zakone prapanike, të fabrikonte shfaqje të huaja e kështu me radhë. E sa për shfaqje të huaja, unë mund të isha arrestuar me 10 herë. Që është e vërteta, kam shkuar një 2-3 herë në deg për këtë punë, për këtë lloj punësh, për shfaqje të huaja. Bile. Me siguri që do ta gjeni në një ditë. Me siguri që do ta gjeni këtë dosjet. Me siguri që do ta gjeni. Unë të them drejtën e kam pas në mend që të vi t'ju takoj, ore, shifni një çka ka ajo dosja ime, për kuriozitet. Po pse kujtoni ju se e vras mendjen për atë punën? Po le të kemi, edhe në demokraci mund të kemë, se vazhdon ajo. Nuk e vras mendjen, pse? Se kam vrar mendjen në njerë për këto punë. Po në deg më kanë marrë. Jam i sigurt që vetëm budallalliqe ka aty. Që dhe unë mund të kem thënë budallalliq. Shmis tuaj, me atë budallalliq që është shkruar atje, mos t'i japë diçka më shumë për brezjat e ri. Sepse ne jemi duke... Nëse unë një individ jam. Unë jam një individ si gjithë të tjerët. Dhe të gjithë... Po. E ky është revolucioni kulturor kinez. Ky është revolucioni kulturor kinez. Dhe kjo është lëvizja e 68-s që konsiderohet si progresiste në Perëndim. Kjo është. Me këtë jam shumë dakord. Po kjo nuk do të thotë që ne bëm lëvizje liberale si kundërshum. Jo, ne ishim domethënë unë ndodhem përpara, ishim të rinj në fundit. Ishim të rinj dhe vepruam ashtu siç na frymëzonte rinia. Ka kishte shumë tjerë që bënin ashtu si frymëzonte partia, të kuptohemi. Po çdo i ri vepron, edhe unë si antropolog e shoh këtë nga pikpamja njerëzore, se si funksionon
ku futet edhe gënjeshtra, ha? Nuk e përjashtoj. Çdo gjë futet në këtë. Pra, ky është qëllimi i qasjes antropologjike, që t'i fusi të gjithë parametrat, përfshi dhe budallaliqet. Po s'u futën budallaliqet e po s'u futën gënjeshtrat, është e mangët. Sidomos ata që kanë ikur jashtë, vetë largimi jashtëm është një akt disidence. Por ja, për këta brenda, unë të shtish se njeriu kur flet shumë për Belulin, nuk është mirë. Po pra, ja, varet se ç'kuptohet me disidencë. Unë kur kam qenë në shkollë, edhe kjo është një nga arsyet që më kanë quar në dek, kam bërë një akt disidence. Kështu ma kanë quajtur. Për kohën. Jo vetëm për kohën. E kam treguar në Francë këtë gjë, si budallalik, për të treguar se shiko se ku shkon regjimi, se çfarë regjimi ishte. Po ky, edhe ata më thanë, po ky është akt disidence, më thanë. Çfarë ishte? Kemi bërë zbor, keni bërë zbor juve në? Të gjithë kemi bërë zbor. Ashtu. Shkonit në kështu me hap ushtarak, edhe me këngë partizane? Apo jo? Po, dhe s'duhet të prish një ritmin. S'duhet të prish një ritmin. Mu prish një ritmin. Ja, si ka si e gjetë. Po jo, po cili ritëm? Sepse nuk mund të aprishje ritmin si do, sepse mund t'i kisha në kokun. E ndroja këngën partizane dhe e ktheja në këngë patriotike. Edhe, me që kisha dhe zërin e fort, të gjithë më ndiqnin. Prishe ajo. Po kjo ishte sistematike. Çdo ditë në zbore bëja këtë punë. Derisa më përjashtuan. Tani, unë këtë ja u tregoj maoistave në Francë, si për të treguar që shiko se në çfarë deregjeje kemi qenë. Edhe kjo punë na konsideroi sikur dhe me thonë, po në ato kushte kësa kjo është disidencë. Tashti, ishte disidencë kjo, unë qeshe dhe sot, kur e kujtoj këtë gjë. Kjo nuk është disidencë. Tashti, ata të Spaqit bën disidencë, ju e kini trajtuar me siguri që bën, po ata bën revolt në burg. Për këtë jam shumë i sigurt. Unë nuk e di si që kanë bërë, ju e dini më mirë se sa unë, që këtë më pyesësh mua, po unë për një gjë jam i sigurt, që ata kanë bërë revolt në burg. Dhe revolta në burg ka gjithmonë. Janë apo s'janë disident kundër regjimit, gjithmonë do ketë revolta. Tani, hipoteza ime, regjimi në atë kohë kishte nevojë për këtë revolt. Po më mirë, unë hipoteze, teorira janë dhe këto. Këto dëgjo, po, do bësh një gjë, do ta kthesh flamurin, nga si që është do t'i heqësh yllin, nga këngë partizane do ta kthesh në këngë patriotike, do bësh një gjë, po s'bëre gjë, nuk bën revolt. Po kishte më shumë nevojë, hipoteza ime është kjo, që pushteti kishte nevojë për atë disidencë, që t'i shtypte ata dhe të na tregonte ne tjerëve që shikose, edhe mua prandaj më përjashtuan nga zbori, se nga zbori më kanë përjashtuar. Prandaj më përjashtuan nga zbori, që mos bënin tjerët ashtu siç bëja unë. Nuk e di tash do ta gjeni në dosje juve këtë gjë apo jo, kjo është çështje tjetër.